Kam vetëm 2 pyetje për të gjithë ju që besoni tek një fe, për të gjithë njerëzit fetar, për çdo lloj hoxhallari, për çdo lloj prifti, kam vetëm 2 pyetje, të cilat do t'ju zgjojnë ose do e injoroni për shkak se ju prekin logjikën tuaj. Ja para është, çfarë është më e rëndësishme për ju, feja apo Zoti? Dhe normalisht besoj që përgjigjja juaj do jetë që Zoti apo jo. Normalisht që Zoti është më i rëndësishëm sepse feja është thjesht një rrugë për gjetë Zotin. Dhe ka shumë rrugë, ekzistojnë diku 5000 fe në botë, pra 5000 rrugë të ndryshme për të gjetur Zotin. Pra normalisht që Zoti është më i rëndësishëm se sa feja juaj. Rruga mund të jetë e gabuar, rruga mund të çojë në vende të gabuara, por Zoti është ajo gjëja perfekte që ne të gjithë duam që të arrijmë të njohim. Shumë bukur. Pra besoj që përgjigjja e shumicës për ju do ishte që Zoti është më i rëndësishëm. Normalisht, a? Pyetja e dytë është, nëse Zoti është ai se çfarë është më i rëndësishëm, pra, se sa feja juaj. Atëherë, pse ju i gjykoni njerëzit të cilët e gjejnë Zotin në një mënyrë tjetër, në një rrugë tjetër nga çfarë ju e keni gjetë? Pse ju automatikisht i caktoni këto njerëz si njerëz të këqij, si njerëz edhe të djallit, i thonë ca, sepse thjesht nuk kanë ndjekur rrugën tuaj? Mendoje pak me logjik. Mos ndoshta deri tani ke qenë kaq i fiksuar pas fesë tënde, kaq i fiksuar pas asaj rruge, sa që ke harruar fare që ka me qindra mira rrugë të tjera për të gjetë Zotin? E ke bërë kaq të rëndësishme të rrugën tënde, sa që ke harruar fare se kush është më e rëndësishme? Mos ndoshta e ke bërë fen tënde më të rëndësishme se sa vetë Zoti? Sepse nëse e ke bërë, atëherë ky është problem. Është një problem shumë i madh, sepse ti nuk po e përdor rrugën për gjetë Zotin. Ti je më shumë i fiksuar që qëndrosh tek rruga gjithkohës, ndërkohë që ka me miliona rrugë për të gjetë Zotin. Edhe një fëmijë vogël që është i sapo lindër është shumë herë më i lidhur me Zotin se sa mund të jetë një hoxh që ka 30 vite që e ushtron si profesion. Prandaj zgjohu, kuptoje një herë mirë këtë gjë. Kuptoje një herë mirë natyrën e Zotit vërtet që është në çdo gjë. Pse automatikisht unë jam një njeri i keq që nuk kam arritur dot edhe pse